A do t'jetë botrori FIFA 2026 botrori më i shtrenjtë në histori? Botrori FIFA 2026 pritet të jetë unik. Kjo u pa qartë edhe gjatë ceremonisë së shortit, ku organizatorët u kujdesën që ta shndronin në një spektakël të vërtetë. Nga presidenti Trump deri tek Infantino, të gjithë protagonistët e këtij eventi kanë theksuar se këtë herë do të jetë ndryshe, jo vetëm për faktin që për herë të parë marrin pjesë 48 skuadra, por edhe mënyra e konceptimit të ndeshjes do të jetë ndryshe, e ngjashme me futbollin amerikan. Këto risi pritet të vinë me kosto të shtesë, pasi sipas The Sun, ky botror pritet të jetë më i shtrenjti në histori edhe për tifozët. Sipas të përditshmes britanike, një bilet për të ndjekur ndeshjet në Amerikë i ka lënë 1000 euro, afro 2 herë më shumë në raport me botrorin e fundit të zhvilluar në Katar. Pas artikullit të përpublik nga The Sun, ka reaguar edhe FIFA me këta të fundit që u kujdesën të sqaronin se për federatat pjesëmarrëse do të ketë një numër të caktuar biletash me çmime preferenciale për tifozët e tyre. Jemi të përkushtuar për të siguruar akses të barabartë në ndeshjet tona për tifozët tonë tani dhe në të ardhmen, thuhet në reagimin e FIFA-s. Gjatë ceremonisë së shortit për fazën e grupeve, presidenti Trump zbuloi se deri më tani janë shitur më shumë se 2 milion bileta, ndërsa procesi i ardhshëm i shpërndarjes së biletave do të bëhet me 11 dhjetor.